Nismat aktuale për integrimin gradual të vendeve kandidate në Bashkimin Evropian ishin fokus kryesor i ministrit të punëve të jashtme Timço Mucunski në fjalimin e tij në panelin e diskutimit të mbajtur në Dubrovnik me ftesë të homologut kroat Gordan Grlić Radman. Temi ishte BE-ja dhe Ballkani Perëndimor, zgjidhja e përbashkët e çështjeve të papërfunduara. Mucunski vlerësoi se këto nisma mund të jenë një mjet i rëndësishëm nëse përfaqësojnë një urë drejt anëtarësimit të plotë. First of all, if this new model of gradual integration that is due to be implemented, hopefully at some point, is a bridge towards full membership, and that is the message that we've been receiving from everybody, then it will be an extremely useful tool. What we have to be careful about is that it doesn't become a tool for complacency where it is seen as though something has been done and it creates this permanent waiting room with no door towards full membership. Mucunski fol edhe për marrëdhëniet me Bullgarinë, duke vlerësuar se me qeverinë e re bullgare ekziston mundësi për bisedime për çështjet e hapura. Për ndryshimet kushtetuese, tha se ato nuk janë kërkesa e vetme e Bullgarisë dhe se nëse ato realizohen, do të pësojnë edhe kërkesa të tjera. Sipas tij, qëllimi i Maqedonisë së Veriut nuk është vetëm nisja e negociatave dhe më pas të gjendet në të njëjtën pozitë si tani, por përfundimi i tyre në bazë të kritereve të Kopenhagës. 26 member states and EU institutions tell us you have two essential criteria. One, constitutional changes. The second, so-called opening benchmarks. One member state says, apart from that, the European consensus is also a set of other agreements that apparently exist between the two countries, including, among other things, a revision of our national history and areas such as intervening into the domestic media affairs of the country and other issues as well. Mucunski në fjalimin e tij u bëri thirrje vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për mbështetje edhe më aktive ndaj integrimit evropian të rajonit dhe theksoi se nevojitet një përpjekje e përbashkët për shfrytëzimin e mundësisë aktuale historike.